Dea Michel, një nga figurat më aktive në rrjetet sociale shqiptare, ka intriguar fansat e saj pas një postimi të fundit ku shfaqet me një djalë të panjohur duke krijuar spekulime për një lidhje të mundshme. Teksa ka marrë pjesë në një nga koncertet e mbajtura së fundmi në Tiranë, Dea ka ndarë pamje pikante duke kërcyer, por ajo tek e cila fansave u mbeti mendja ishte video me djalin në fjalë, me të cilin Dea shihet duke u përqafuar dhe duke shijuar në maksimum momentin. Por ajo çfarë vlen për t'u përmendur është se mes tyre kishte një afrimitet që në pamje të parë dukej intim. Ende nuk dihet nëse mes tyre ka një romancë apo miqësi, pasi vetë Michel nuk ka dhënë detaje, madje ajo ka ruajtur privatësinë e tij duke mos e etiketuar në postimin e publikuar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.